për të vizituar vende të ndryshme, ta bëjnë këtë proces dhe në Shqipëri, pasi gjithmonë njeriu ka interes për të shkuar dhe një vend Afrike për të parë Luanin live. Pra nuk lidhet që duhet shohësh vetëm muzein e Louvres apo Parisin, Londrën, por mund të shohësh edhe një vend që ka dalë nga komunizmi, si janë këta njerëz, si kanë jetuar, çfarë kanë. Dhe ky është ai motivi që ka pasur këtë lloj kategori turistësh. Problemi kryesor që ndron këtu që ne e amplifikuam këtë lloj turizmi dhe nuk jemi bërë gati për një turizëm më cilësor siç është ai elitar, që sot nuk është më ai koncepti turizmi elitar, nuk është ai miliarderi sepse ai e gjen rrugën dhe ankoron jahtin ku të doja i miliarderi. Nuk bën problem ati, ai e ka 100 euro në ditë, mund t'ja bësh dhe 150, nuk e ka problem se fund e ka për imazh, kurse sot turisti elitar është një koncept tjetër, ka ndryshuar rrënjësisht dhe ky koncept është turisti i cili nuk kërkon atë lloj luksi, kërkon shërbimet personalizuar, kërkon standarde, kërkon luksin e jetës individuale, por që kontrollon shpenzimet. Dhe ky është më i rrezikshëm, sepse ti mendon se mund t'ja plotësosh kushtet, por një shërbim i gabuar, ambienti përreth, jo i duri, e krijon një efekt negativ tek këta lloj turistësh. Ta përmendim atë video në ditëve të fundit kur në lumin e Shalës i kërkohej 10.000 lekë një turisti për të qëndruar në hije. Ky është një problem tjetër që tek ne, përgjithësi turistët përcaktojnë, turistët e huaj përcaktojnë që tetor, nëndor, se ku do pushojnë dhe llogarisin dhe lejet që do marrin për në vendet e ndryshme të vizitojnë, llogarisin dhe buxhetin. Shqipëria është e vështirë për të gjetur një buxhet të saktë, pasi pjesa më e madhe e hoteleve, resorteve janë jo all inclusive apo me vetëm fjetje. Pastaj ti mund të vish me një bilet 30 euro ose 50 euro, po për të shkuar në Vlorë duhen 150 euro. Të duhen më shumë. Duhen më shumë. Të duhet parkim 15 apo 20 euro. Të gjithë këto shpenzimet e fshehura përbën një paketë të vështirë për një turist të huaj në Shqipëri dhe ne gati 68% e turistëve janë turistë të konsoliduar rajonal. Pra, ky është kontingjenti që ne i bëjmë hizmet. Me piramidën Kosovë. Me piramidën Kosovë dhe dy fqinjet kryesorë që janë Malizi dhe shqiptarët e Malizi dhe shqiptarët e Maqedonisë Veriut. Pastaj janë shqiptarët që kryesisht që jetojnë, pra që janë emigruar dhe jetojnë në Europë, Itali, Greqi janë furnizuesit kryesorë, por dhe Europa veriore dhe perëndimore. Janë vetëm 15% turistë që vinë me paketa të pra si këto pyesja sa është pjesa e paketave. 15%, pastaj janë 11% turistë vinë nga Europa perëndimore, pra le të thuash sa duash u dyfishuan gjermanët, hollandezët, ata 11%. Aty është. Pra aty është. 3 deri në 5% janë turistët që vinë nga kontinentet e tjera. Pra janë shumë pak. Ky është kontingjenti që ne duhet i bëjmë shërbimin e dur, duhet të tregojmë interesin e dur dhe që ne, për të thënë vërtetën, nuk ishim gati, kryesisht me turistët e Kosovës, të cilët me marrjen e mundësisë për të lëvizur, pra lirshëm dhe pa viza. Atëherë ata tentuan për të gjetur tregje të reja dhe e kanë bërë këtë mënyrë, por problemi është se ata jo se nuk vazhdojnë ta vizitojnë Shqipërinë, pra se por pushimet kryesore ata tentojnë t'i bëjnë në një vend ku është paguhet më mirë, ka dhe shërbime më të mira, pra me të njëjtën pagesë ti mund të marrësh shërbime më të mira. Dhe duke ne ndoshta zgjedhin fundjavat në këmbim të pushimeve të gjata që bënin dikur. Pikërisht, një pjesë e mirë kanë blerë apartamente, kanë blerë vira dhe janë pikërisht ke ky kontingjent që nuk është se vënë dhe flenë në hotele, në apartamente, por kanë bizneset e tyre dhe ky është kontingjenti që ne na ka shpëtuar pa e marrë dhe strategjia e turizmit që ka bërë Ministria 2026-2030 e ngre këtë si pikë të rëndësishme dhe ka vendosur që në si strategji për turizmin, nuk është vetëm tani turizmi masiv, apo të gjithë llojet e turizmit,
po ka synuar dhe turizmin elitar në kuptimin e Çfarë do të ndryshojmë ne për turizmin elitar, zot Okuzo? Shiko, turizmi elitar është një turizm i cili, si fola pak përpara, nuk ka lidhje me këta me miliarderët me jahte, po. Ka lidhje me tani modeli ka 20 vjet që ka ndryshuar, por ne akoma nuk jemi kthyer këtij modeli. Modeli sotëm është destinacioni mixed use që konsiderohet turizmi i përzier dhe bëhet fjalë për hotele me 5 yje, të cilët mund të jenë 1, 2, 3, 5, nuk ka rëndësi, apartamente, vila, një kompleks i tërë me shërbime nga baret më të thjeshta, kuzhinat tradicionale deri ke kuzhinat Michelin, shërbimet, portet e jahteve, këndet e lojrave, zhytje dhe gjithë shërbimet në një destinacion. Dhe ky destinacion është për të gjithë kategoritë. Pra mund ta gjesh veten në hotelin me 5 yje dhe mund të shkosh të konsumosh drekën tek lokali fqinj, familjar, që ka tradicional. E vërtet, edhe çmime më të ulta patjetër. Çmime më të ulta, në rast se do të konsumosh më tepër, mund të shkosh ke restoranti Michelin. Dhe ky lloj miksimi dhe detyrimi i shtetit që ky person, domethënë ky destinacion të funksionojë gjatë 12 muajt vitit, e kthen në zonën në një kantier që punon gjatë 12 muajve dhe ndihmon dhe bizneset lokale për të qëndruar në punë dhe aty. Dhe ky është modeli sotëm dhe kombinimi kryesor këtu bëhet fjalë për modelin ku pra që ta kuptojmë, domethënë industria turistike është një industri shumë e vështirë. E vërtet. Dhe në rast se ndërtuesi për 3 vjet apo 4 vjet i rimerr investimin e tij dhe merr dhe fitimin, turizmi e ka 10 deri në 15 vjet. Brenda 7 vjeteve ti kërkon një rikonstruksion të pjesshëm, sepse ka amortizim. Pra kur ti merr rikthen të ardha për 12 vjet konsiderohet shumë pozitiv. Për këtë arsye Europa stimulon, pra nuk është çështje Shqipërie, stimulon ata që merren me turizëm, por që investojnë për turizëm. Pra në rast se ti ke ngritur një resort me konceptin e investimit për turizëm, jemi dakord. Në momentin që ti e shet si imobiliare, ajo në vend që ta ndihmojë dëmton më tepër zonën, dhe ai që ka blerë një vilë që 500.000 euro apo 1 milion apo 250, është një person që ka të ardhur dhe ai do të pushojë edhe në vende të tjera. Pra nuk e shfrytëzon në mënyrën e dur destinacionin. E vërtet. Dhe çfarë ka ndodhur jashtë? Pra destinacioni i jashtë është i tillë. Pra ti jo më shumë se 25-30% ndërtojnë vila për të stimuluar ndërtimin e total para dhe hotelit, dhe pjesa tjetër e vilave që shiten me destinacionin që ti si blerës mund ta përdorësh 4 javë deri në 6 javë në vit të planifikuara, dhe për pjesën tjetër ti do marrësh të ardhurë, jepet me qira dhe ky menaxhohet nga hoteli kryesor dhe ti merr 50% të xhiros, jo të fitimit, po 50% të xhiros. Pra ti bëhesh dhe përfitues edhe pushues. Dhe në këtë mënyrë ky destinacion qëndron i hapur 12 muaj dhe ky ndihmon dhe vendin, po ndihmon edhe komunitetin, ka dhe paga më të larta. Dhe ky është modeli që po mbizotron. Edhe njerëz që do të shërbejnë gjatë, jo vetëm ato 3 muajt e vitit që ne bëjmë diskutim gjithmonë. Dhe mua prandaj më vjen keq kur dëgjoj që thon, do bëhen këto zonat elitare kështu, dhe ne do pastrojmë vetëm banjat edhe çarçavet. Harrojnë që këto lloj sistemesh, pra në rast se një hotel me 100 dhoma, në këto raste pra kur janë me 5 yje, duhet ketë 130 minimalisht punonjës. Nga këta 130 punonjës, vetëm 10-12 janë që merren me pastrimi konkretisht. Pjesa tjetër janë staf që shërbejnë dhe menaxhojnë çdo gjë. Dhe 45 deri në 48% të gjithë të ardhurave janë paga. Pra ti nuk mund t'i marrësh lek një personi duke mos i shërbyer. Dhe në këto kategori kalon mbi 1 me 1, pra një turist me një punonjës që i takon shërbej. Jo se të gjithë ti i shikon, janë underground, e kupton që përgatitin, pra ti në kuzhinë shikon
Të vinë 3 kamarierë, po në kuzhinë brenda janë 10 apo 20 veta. Ata që po e gatuajnë atë ushqim. Dhe si ka qenë ky element, ose le të themi kjo pjesë kyçe e turizmit, forca punëtore, punonjësit e shërbimeve të hotelerisë, restoranteve, të pareve krahasuar me verën e shkuar. Sa vjen kanë gjetur vjen dhe vështirësohet, nuk gjejnë zgjidhje. Sa vjen vështirësohet dhe ky problem lidhet me ne si shtet jemi ndoshta nga vendet më eksportues fuqisë punëtore, pra gati gjysma e popullsisë është larguar për të punuar dhe gjetur një mundësi më të mirë. Nuk është se jemi vetëm ne që kemi probleme për fuqinë punëtore, por puna është si duhet ta zgjidhim ne këtë problem. Dhe kemi luftuar si shoqat gjatë vitit të fundit, por dhe viteve tjera, dhe kemi arritur një rezultat pozitiv që kemi bindur qeverinë që nuk mund të vazhdohet më kështu, me turizëm sezonal, 3 muaj, 5 muaj apo 6 muaj, dhe pasaj këta njerëz duhet punojnë në një punë tjetër që ndoshta edhe nuk e gjejnë. Dhe atëherë ata detyrojnë të largohen. Kemi bërë takime me nivelet larta ku ILO, shoqata e punësimit ndërkombëtar, po e Shqipërisë, ka sjellë ekspertë më të mirë të Greqisë, Italisë, Spanjës, Francës që e kanë këtë në strukturë minimale dhe kanë shpjeguar se si ata e realizojnë këtë. Dhe nuk është ndonjë problem i madh, e rëndësishme është që është arritur të vendoset kjo në strategji. Pra strategjia ka marrë përsipër subvencionimin e punonjësve të turizmit për ta kthyer Shqipërinë në një destinacion 12 muaj të vitit dhe për të pasur mundësi që të kesh punonjës cilësor, sepse nuk mund të kesh punonjës cilësor me një person që do punoj 5 muaj dhe mbas 5 muaj ka mendje ndarë që unë do ikë dhe do merrem me. Apo ka dhe nga ata që brenda një sezoni ndrojnë 2-3 vende pune. 2-3 vende pune. Kjo lloj mënyre ka mbron dhe punëdhënësin dhe punëmarrësin. Pra kontrata 2 vjeçare, pra e cila përsëritet, e detyron atë që të mos largohet nga puna, por detyron dhe pronarin të mos e largohet nga puna pa pasur një arsye, po themi të rëndë. Elementi i rëndësishëm është çështja e çmimeve, që unë deri më sot të paktën denoncimi i parë bëhet në rrjetet sociale, nuk kam parë të denoncohen abuzime me çmimet e restoranteve, të hoteleve, siç ka ndodhur në vitet e shkuara. Shqipëria është, pra çmimet në Shqipëri, ne jemi akoma konkurrues në rajon. Shqipëria ka çmime në 25 deri në 45% më të lira se sa Malizi. Dhe i ka 45 deri në 65% më të lira se Kroacia. Ndërkohë, Greqia është më specifike. Pra Greqia i ka 15 deri në 50%. Pra gjen një diapazon shumë interesant. Pra Shqipëria nuk ka probleme me çmimet, por Shqipëria ka probleme me destinacionin, me shërbimin, me vajtjen në destinacion, pra infrastruktura e cila për të thënë vërtetën na ka kapur të paprgatitur. Nuk është vetëm që ta sillim